Ndërsa po lexoni këto fjalë, në këtë moment të sakt, në një dhomë të mbyllur hermetikisht në qendrën Johnson të NASA-s në Houston, qëndron një copë guri me peshë prej vetëm 1 kilogrami e 900 gramësh që mund të ndryshojë çdo gjë që mendojmë se dim për vendin tonë në univers. Ky gur nuk është thjesht një meteorit. Është një dëshmi e mundshme që jeta nuk filloi këtu, që ne nuk jemi të parët, që çdo qenie e gjallë në këtë planet, nga bakteret deri te ju, mund të jetë pasardhës i diçkaje që erdhi nga qielli. Dhe NASA e di këtë që nga viti 1996. Por pse heshtën 30 vjet? Në gusht të vitit 1996, presidenti Bill Clinton doli para botës me një deklaratë që duhej të ndryshonte historinë njerëzore. Shkencëtarët amerikan kishin gjetur prova të mundshme të jetës në një meteorit nga Marsi. Jo shenja abstrakte, jo anomali kimike, por struktura që dukeshin saktësisht si fosile të baktereve. Meteoriti ALH-84001, i gjetur në malet Alan Hills të Antarktidës në vitin 1984, përmbante formacione mikroskopike që asnjë proces gjeologjik i njohur nuk mund t'i shpjegonte. Bota mbajt frymen. Pastaj diçka e çuditshme ndodhi. Heshtje. 30 vjet më vonë, ky meteorit ende qëndron në Houston. Studimet vazhdojnë, por debati publik u shua pothuajse menjëherë. Pse? A ishte shkenca e pasigurt? A ishin gjetjet e dobta? Apo diçka tjetër? Le të fillojmë nga fillimi, sepse kjo histori nuk fillon në vitin 1996. Fillon 4 miliardë 500 milion vjet më parë, kur një copë shkëmbi u shkëput nga sipërfaqja e Marsit. Imagjinoni Marsin e hershëm. Jo shkretiren e kuqe që shohim sot, por një botë me oqeane, me atmosferë të trash, me kushte që mund të mbështesnin jetën. Diçka godet sipërfaqen me forcë të pabesueshme. Një asteroid, ndoshta me diametër disa kilometrash, përplaset me shpejtësi 30 kilometra në sekond. Energjia e goditjes është aq e madhe sa shkëmbinjt shkrihen, avullojnë, hidhen në hapësirë. Disa copë të ngrohura deri në temperatura mijëra grad shpëtojnë nga graviteti i Marsit dhe fillojnë një udhëtim të gjatë nëpër errësirën kozmike. Për miliona vjet, ky copë shkëmbi lundron nëpër sistemin diellor. Orbita e tij kryqëzohet me planet, me asteroid, me pluhurim kozmik. Temperatura e tij bie në -250 gradë Celsius. Rrezatimi kozmik e godet pa pushim. Por brenda tij, të mbrojtura nga shtresat e jashtme të shkëmbit, qëndrojnë struktura mikroskopike që kanë mbijetuar goditjen, shkrirjen, ftohjen, rrezatimin. Struktura që duken saktësisht si ato që lën bakteret kur vdesin dhe mineralizohen. 13.000 vjet më parë, ky copë shkëmbi hyn në atmosferën e tokës. Fërkimi e ngroh përsëri, por jo aq sa ta shkatërroi. Ai bie në vendin më të ftohtë, më të pastër, më të izoluar në planetin tonë. Antarktidën. Aty qëndron, i mbuluar nga akulli, i paprekur nga kontaminimi, duke pritur. Në dhjetor të vitit 1984, një ekip shkencëtarësh amerikan që kërkojnë meteorite në malet Alan Hills e gjejnë atë. E numrojnë ALH-84001. E dërgojnë në Houston. Dhe për 11 vjet ai qëndron në një koleksion, vetëm një tjetër copë shkëmbi nga hapësira. Por në vitin 1993 diçka ndryshon. Shkencëtari David McKay nga qendra Johnson fillon ta studiojë këtë meteorit me teknika të reja. Ai e pret atë në seksione të holla sa disa mikron, i vënë në mikroskop elektronik me fuci 10 mijëra herë dhe sheh diçka që e ngrin gjakun. Struktura të vogla, ovale, të zgjatura, me madhësi rreth 100 nanometra. Saktësisht, forma dhe madhësia e baktereve fosile që gjenden në shkëmbinjt më të vjetër toksor. Por kjo është vetëm fillimi. Ekipi i McKay gjen edhe diçka tjetër. Molekule organike komplekse të quajtura hidrokarbure aromatike policiklike. Këto molekula prodhohen kur materia organike zbërthehet. Në tokë i gjejmë aty ku ka qenë jetë. Pastaj, gjejmë kristale të vogla magnetiti dhe sulfidi të hekurit me forma dhe madhësi identike me ato që bakteret toksore i prodhojnë për të ndjerë fushat magnetike. 3 lloje provash të pavarura,
të gjitha që tregojnë në të njëjtën drejtim. Në gusht të vitit 1996, ekipi publikon gjetjet në revistën Science. Reagimi është i menjëhershëm dhe i fuqishëm. Presidenti Clinton thret konferencë për shtyp. Administratori i NASA-s, Dan Goldin, e quan këtë zbulimin më të rëndësishëm në historinë e shkencës. Mediat botërore raportojnë se jeta jashtëtoksore është gjetur. Njerëzit fillojnë të rimenduajnë vendin tonë në univers. Por brenda javësh, skeptikët fillojnë të flasin. Strukturat mund të jenë thjesht kristale minerale, jo fosile. Molekulat organike mund të kenë ardhur nga kontaminimi toksor. Kristalet e magnetitit mund të formohen pa jetë. Çdo provë e marrëveshmas ka shpjegime alternative. Debati bëhet i ashpër. Shkencëtar të njohur dalin kundër, të tjerë mbrojnë gjetjet. NASA financon studimet e reja, por me kalimin e viteve interesi publik bie. Mediat lëvizin të histori të tjera dhe meteoriti ALH 84001 kthehet në heshtje. Por heshtja nuk do të thotë se puna ka ndaluar. Në laboratorët e NASA-s, në universitete në përbot studimet vazhdojnë. Dhe me kalimin e dekadave, diçka e çuditshme ndodh. Provat nuk dobësohen, ato forcohen. Në vitin 2001, shkencëtarët gjejnë se disa nga kristalet e magnetitit kanë forma aq specifike sa nuk mund të formohen pa procese biologjike. Në vitin 2009, analizat të reja tregojnë se molekulat organike janë vërtet marsiane, jo kontaminim toksor. Në vitin 2014, mikroskope dhe më të fuqishëm zbulojnë detaje të reja në strukturat që duken si fosile. Por pse kjo nuk është lajm i madh? Pse nuk ka konferenca të reja për shtyp? Pse presidenti nuk del përsëri para botës? Përgjigja qëndron në diçka thelbësore për mënyrën se si funksionon shkenca. Shkenca nuk kërkon prova, kërkon prova absolute. Dhe në rastin e jetës jashtëtoksore, standardi i provës është i jashtëzakonshëm i lartë, sepse pretendimi është i jashtëzakonshëm. Carl Sagan, astrofizikani i madh, kishte një thënie të famshme: pretendimet e jashtëzakonshme kërkojnë provat e jashtëzakonshme. Dhe kjo është arsyeja pse NASA hesht. Jo sepse provat janë të dobta, por sepse ato nuk janë ende absolute. Sepse ende ekziston mundësia, edhe nëse e vogël, që të gjitha këto struktura, të gjitha këto molekula, të gjitha këto kristale të kenë shpjegime jo biologjike. Por le të ndalemi një moment. Le të mendojmë për atë që kjo vërtet do të thotë. Nëse strukturat në ALH 84001 janë vërtet fosile të baktereve marsiane, atëherë jeta nuk filloi në tokë. Ose më saktë, jeta mund të ketë filluar në Mars dhe pastaj të ketë ardhur këtu. Kjo quhet panspermia. Ideja që jeta mund të udhtojë midis planeteve e mbrojtur brenda shkëmbinjve që hidhen në hapësirë nga goditjet e asteroidëve. Dhe kjo nuk është vetëm teori. E din që shkëmbinj nga Marsi bien në tokë. Kemi gjetur mbi 100 meteorite marsian. E din që bakteret mund të mbijetojnë në kushte ekstreme. Kemi gjetur mikroorganizma që jetojnë në akull, në acid, në rrezatim, në vakum. E din që aminoacidet, bloqet ndërtuese të jetës, gjenden në meteorite. Meteoriti Murchison, i rënë në Australi në vitin 1969, përmban mbi 80 lloje të ndryshme aminoacidesh. Çdo copë e enigmës ekziston. Bakteret mund të mbjetojnë udhëtimin, shkëmbinjt mund të udhëtojnë midis planeteve. Bloqet ndërtuese të jetës ekzistojnë në hapësirë. E vetmja gjë që mungon është prova absolute që kjo ka ndodhur vërtet, që strukturat në ALH 84001 janë ajo që duken, që ne, çdo qenie e gjallë në këtë planet, jemi pasardhës të udhëtarëve kozmik. Por edhe nëse nuk jemi, edhe nëse strukturat kanë shpjegime të tjera, diçka thelbësore ka ndryshuar. Sepse tani e dim që pyetja nuk është nëse jeta mund të ekzistojë jashtë tokës. Pyetja është ku tjetër ekziston. Sepse nëse Marsi i hershëm kishte kushte për jetë, atëherë sa planet të tjerë kanë? Nëse aminoacidet formohen në hapësirë, atëherë sa e zakonshme është jeta në univers? Në vitin 2020, roveri Perseverance u dërgua në Mars me një mision specifik, të kërkojë shenja të jetës së lashtë.
Ai po mbledh mostra nga një liçen i tharë i quajtur krateri Jezero, ku dikur rrjedhnin lumenj. Këto mostra do të kthehen në tokë në vitet 2030, dhe kur të analizohen me instrumentet më të avancuara që kemi, mund të gjejmë përgjigjen përfundimtare. Ose jo. Sepse kjo është natyra e shkencës, ajo nuk jep kur përgjigje përfundimtare, jep vetëm parafrime gjithnjë më të mira të së vërtetës. Dhe ndonjëherë, parafrimi më i mirë është të pranosh që ende nuk e dim. Që provat janë intriguese, por jo përfundimtare, që duhet të vazhdojmë të kërkojmë. Por ndërsa kërkojmë, diçka tjetër po ndodh. Po ndryshojmë mënyrën se si e shohim veten. Për mijëra vjet, njerëzimi mendoi se ishte qendra e universit. Pastaj Koperniku tregoi se nuk jemi. Toka rrotullohet rreth diellit, jo anasjeltas. Pastaj Galileo tregoi se dielli është vetëm një yll midis miliardave. Pastaj Hubble tregoi se galaktika jon është vetëm një midis miliardave. Dhe tani, meteoriti ALH 80401 po na tregon diçka edhe më të helpsore. Që edhe jeta, kjo gjë që e bën tokën speciale, mund të mos jetë unike. Që mund të jemi vetëm një degë e një peme shumë më të madhe. Dhe kjo na çon te pyetja që vërtet ka rëndësi, jo nëse jeta ekziston jashtë tokës, por çfarë do të thotë të jesh i gjallë në një univers ku jeta mund të jetë kudo, ku çdo yll mund të ketë planet, ku çdo planet mund të ketë kushte, ku çdo kusht mund të krijojë jetë, ku çdo jetë mund të udhëtojë në përhapësirë, e mbrojtur brenda shkëmbinjve, duke mbjellë fara në botë të reja. Kjo quhet panspermia, dhe nëse është e vërtet, atëherë çdo qenie e gjallë në këtë planet është pjesë e një rjeti kozmik që shtrihet përtej çdo gjëje që mund të imagjinojmë. Çdo baktere në zorët tuaja, çdo qelizë në trupin tuaj, çdo molekul ADN-e që ju bën ju, mund të jetë pasardhës i diçkaje që filloi në një botë tjetër, në një kohë tjetër, në një diel tjetër. Por a është kjo e vërtet? A janë strukturat në ALH 80401 vërtet fosile? A erdhi jeta nga Marsi? A jemi ne, në fundit, marsian? 30 vjet pas deklaratës së Clintonit, ende nuk e dim, dhe kjo është arsyeja pse NASA hesht. Jo sepse nuk ka gjetur asgjë, por sepse ka gjetur shumë. Aq shumë sa çdo përgjigje hap 10 pyetje të reja. Aq shumë sa më shumë mësojmë, aq më pak jemi të sigurt. Por ndoshta kjo është pikërisht mënyra se si duhet të jetë. Ndoshta heshtja nuk është dështim. Ndoshta është respekt. Respekt për kompleksitetin e pyetjes, respekt për rëndësinë e përgjigjes, respekt për faktin që disa gjëra janë aq të mëdha sa nuk mund të nxitojmë, që disa zbulime janë aq thelbësore sa duhet të jemi absolutisht të sigurt para se t'i shpallim. Dhe ndërsa presim, meteoriti qëndron në Houston, i mbëljur hermetikisht, i ruajtur me kujdes, i studiuar me durim. Një copë guri me peshë vetëm 1 kilogram e 900 gram që mund të mbajë sekretin më të madh në historinë njerëzore. Sekretin se nuk jemi vetëm, që nuk kemi qenë kurrë vetëm. Që jeta, kjo gjë e çuditshme dhe e bukur që na bën ne, mund të jetë thjesht mënyra se si universi e njeh veten. Por le të ndalemi në atë që kjo heshtje vërtet fsheh. Sepse ndërsa meteoriti qëndron në Houston, diçka tjetër po ndodh në heshtje. Diçka që NASA nuk e diskuton publikisht, por që çdo shkencëtar që punon me ALH 80401 e di. Çdo herë që e studiojnë më thellë, çdo herë që përdorin instrumente më të avancuara, çdo herë që zbulojnë një detaj të ri, enigma nuk zgjidhet, ajo thellohet. Në vitin 2021, një ekip nga Universiteti i Tokios përdori një teknik të quajtur spektroskopi Raman me rezolucion nanometrik. Kjo teknik mund të identifikojë përbërjen kimike të strukturave individuale pa i dëmtuar ato. Ajo që gjetën i la pa fjalë. Strukturat që duken si fosile nuk janë thjesht forma të rastësishme minerale. Ato kanë përbërje kimike identike me ato që lënë bakteret toksore kur mineralizohen. Magnetit i pastër në brendësi i rrethuar nga shtresa të holla karbonati, saktësisht si fosile të vërteta. Por këtu vjen paradoksi.
Nëse këto janë fosile, atëherë bakteret marsiane duhet të kenë qenë identike me ato toksore. Jo të ngjashme, identike. Të njëjtat procese metabolike, të njëjtat mekanizma për të prodhuar magnetit, të njëjtat mënyra për të mineralizuar pas vdekjes. Si është e mundur? Si mund dy planet të ndara nga miliona kilometra, me histori të ndryshme gjeologjike, me kushte të ndryshme, të prodhojnë forma jete aq identike? Ekzistojnë vetëm 3 shpjegime të mundshme. E para, konvergjenca. Ideja që jeta, kudo që të shfaqet, zhvillohet në mënyra të ngjashme, sepse ligjet e fizikës dhe kimisë janë të njëjta kudo. Ashtu si shpendët dhe lakuriqet e natës zhvilluan krah në mënyrë të pavarur, sepse fluturimi ka vetëm aq shumë zgjidhje të mundshme, ndoshta jeta ka vetëm aq shumë mënyra për të funksionuar. Ndoshta magnetiti është thjesht zgjidhja më e mirë për të ndjerë fushat magnetike pavarësisht se ku jeton. Por kjo shpjegim ka një problem. Konvergjenca funksionon për struktura të mëdha, për zgjidhje makroskopike. Krahet janë të dobishëm për fluturim pavarësisht se ku jeton, por kristalet e magnetitit me forma specifike në nivel nanometrik? Kjo është shumë e detajuar për të qenë konvergjencë. Kjo është si të gjesh dy njerëz në anë të kundërta të botës që kanë saktësisht të njëjtat shenja gishtash, jo të ngjashme, identike. Probabiliteti është aq i ulët sa bëhet praktikisht 0. Shpjegimi i dytë, kontaminimi. Ndoshta strukturat nuk janë marsiane fare, ndoshta janë baktere toksore që kontaminuan meteortin pas rënies në Antarktidë. Kjo ishte kritika kryesore në vitet e para pas zbulimit, por me kalimin e kohës, kjo shpjegim u bë gjithnjë më e vështirë për të mbrojtur, sepse strukturat gjenden thellë brenda meteorit, jo në sipërfaqe. Sepse analiza izotopike tregon se mineralet janë formuar në kushte marsiane, jo tokësore. Sepse mosha e strukturave përputhet me moshën e shkëmbit marsian, jo me kohën që ka kaluar që kura në tokë. Çdo test i ri që bëhet për të provuar kontaminimin përfundon duke e përjashtuar atë. Dhe kjo na çon te shpjegimi i tretë. Shpjegimi që NASA nuk e diskuton publikisht sepse implikimet janë aq të mëdha sa ndryshojnë çdo gjë. Panspermia. Jo si ide abstrakte, por si realitet konkret. Ideja që jeta nuk filloi në Mars dhe në Tokë në mënyrë pavarur, që filloi në një vend dhe u përhap në tjetrin, që ne dhe ato strukturat në meteorit nuk jemi thjesht të ngjashëm. Jemi të lidhur. Jemi familje. Por le të testojmë këtë ide me një eksperiment mendor. Imagjinoni që jeni një baktere në sipërfaqen e Marsit 4 miliard vjet më parë. Jeni të zhytur në një pëllk të cekët uji, duke ngrënë minerale, duke u shumëzuar. Jeta është e mirë. Pastaj, pa paralajmërim, qylli shpërthen. Një asteroid me diametër 10 kilometra godet planetin me shpejtësi 30 kilometra në sekond. Energjia e goditjes është sa 1 milion bomba bërthamore. Shkëmbinjtë rreth jush shkrihen, avullojnë, hidhen në hapësirë. Ju, së bashku me miliarda baktere të tjera, gjendeni papritur në një copë shkëmbi që fluturon me shpejtësi 10 kilometra në sekond. Temperatura rreth jush rritet në mijëra gradë, por ju jeni thellë brenda shkëmbit, të mbrojtur nga shtresat e jashtme që sublimojnë dhe marrin me veten nxehtësinë. Brenda disa minutash, shkëmbi juaj del nga atmosfera e Marsit dhe hyn në vakumin e hapësirës. Temperatura bie në -250 gradë Celsius. Rrezatimi kozmik fillon t'ju godas. Rrezet kozmike, grinca me energji aq të lartë sa mund të thjejnë molekullat e ADN-s. Por ju jeni të vdekur tashmë. Nxehtësia e goditjes ju vrau. Ajo që mbetet është vetëm struktura juaj. Mineralizuar, e ruajtur në gur si një fotografi e përjetshme. Për miliona vjet, shkëmbi juaj lundron në përhapësirë. Orbita e tij kryqëzohet me Jupiterin, që e tërheq me gravitetin e tij të fuqishëm dhe e hedh në një rrugë të re. Pastaj me Tokën. Dhe një ditë, 13 milion vjet pas nisjes, shkëmbi juaj hyn në atmosferën toksore. Fërkimi e ngroh përsëri, por jo aq sa ta shkatërroj. Ai bie në Antarktidë. Qëndron atje për 13.000 vjet. Pastaj gjendet nga njerëzit. Studohet dhe struktura juaj, e ruajtur për 4 miliard vjet, bëhet prova që jeta mund të udhëtojë midis yjeve. Ky është skenari i panspermisë.
Por këtu vjen pyetja që vërtet ka rëndësi. Nëse ju, bakteria marsiane, arritët në tokë, a ishte toka e zbrazët? A ishte një shkretir sterile që prisni ta kolonizoni? Apo kishte tashmë jetë këtu? Jetë që kishte filluar në mënyrë të pavarur. Dhe nëse kishte, çfarë ndodhi kur ju arritet? A u përzihet jeta marsiane me atë toksore? A konkurruan? A bashkëpunuan? A është çdo qenie e gjallë sot një hibrid i dy linjave të ndryshme evolucioni? Kjo pyetje nuk është abstrakte. Ajo ka përgjigje konkrete që mund të gjenden në ADN-n tonë. Sepse nëse jeta erdhi nga Marsi, atëherë duhet të ketë lënë gjurmë. Jo gjurmë të dukshme, por gjurmë molekulare. Anomali në kodin gjenetik që nuk mund të shpjegohen me evolucion toksor, dhe këtu bëhet interesante, sepse ne tashmë kemi gjetur anomali të tilla. Anomali që shkencëtarët nuk i kuptojnë plotësisht. Për shembull, kodi gjenetik. Mënyra se si sekuencat e 3 bazave në ADN përkthehen në aminoacide. Ky kod është pothuajse universal. Çdo qenie e gjallë në tokë, nga bakteret deri te njerëzit, përdor të njëjtin kod. Por pse pikërisht ky kod? Pse jo një tjetër? Ekzistojnë miliona mënyra të mundshme për të koduar aminoacidet. Pse jeta zgjodhi pikërisht këtë? Shpjegimi standard është se kodi evoluoi herët në historinë e jetës dhe pastaj u fiksua sepse çdo ndryshim do të ishte katastrofik. Por kjo nuk shpjegon pse kodi është aq optimal. Studime kanë treguar se kodi gjenetik është jashtëzakonisht i mirë në minimizimin e dëmeve nga mutacionet. Është pothuajse si të ishte projektuar. Por nga kush? Nga çfarë? Një shpjegim i mundshëm është se kodi nuk evoluoi në tokë, që evoluoi në Mars ose në një planet tjetër gjatë miliarda viteve, që u optimizua nëpërmjet përzgjedhjes natyrore në kushte që ne nuk i njohim. Dhe pastaj erdhi këtu, i gatshëm, i përsosur, gati për tu përhap. Kjo do të shpjegonte pse jeta shfaqet aq shpejt në rekordin gjeologjik toksor. Shkëmbinjt më të vjetër që tregojnë shenja jete kanë moshë 3 miliardë 800 milion vjet. Por toka u formua vetëm 4 miliardë 600 milion vjet më parë. Kjo do të thotë se jeta shfaqet brenda vetëm 800 milion viteve. Në kohë gjeologjike, kjo është pothuajse menjëherë, shumë shpejt për të evoluar nga zero. Por nëse jeta nuk filloi nga zero, nëse ajo erdhi tashmë, e formuar, me kod gjenetik të optimizuar, me mekanizma metabolik të zhvilluar, gati për të përshtatur me kushtet toksore, atëhere shpejtësia bëhet e kuptueshme. Nuk është fillim, është vazhdim, është kolonizim, është si të mbjellësh një farë në tokë të përgatitur. Fara nuk duhet të evoluojë nga molekulat, ajo duhet vetëm të rritet. Dhe kjo na çonte një pyetje edhe më e thellë. Nëse jeta erdhi nga Marsi, nga erdhi në Mars? A filloi atje? Apo erdhi nga diku tjetër? Në një planet i tretë, më i vjetër, në një sistem tjetër diellor? Të nëse po, nga erdhi atje? Kjo është pyetja që panspermia vërtet hap. Jo vetëm se jeta mund të udhëtojë midis planeteve, por se mund të ketë udhëtuar përmes gjithë galaktikës, që mund të jetë miliarda vjet më e vjetër se sa menduam, që mund të ketë filluar në një kohë kur universi ishte shumë më i ri, më i nxehtë, më i dendur, kur kushtet për jetë ishin kudo. Kjo ide quhet panspermia galaktike, dhe nëse është e vërtet, atëherë çdo qenie e gjallë në galaktik është e lidhur, jo metaforikisht, fjalë për fjalë. Jemi të gjithë pasardhës të së njëjtës jete origjinale që filloi diku dhe u përhap nëpër yjet si fara në erë. Çdo pemë në tokë, çdo peshk në oqean, çdo insekt që fluturon, çdo njeri që ka jetuar ndonjëherë, është pjesë e një familjeje kozmike që shtrihet përtej çdo gjëje që mund të shohim. Por a është kjo e vërtet? A kemi prova? Jo ende, por kemi diçka më të mirë. Kemi mënyrë për ta testuar. Sepse nëse panspermia galaktike është e vërtet, atëherë duhet të gjejmë jetë në vende të tjera që është e ngjashme me tonën. Jo identike, sepse do të ketë evoluar në mënyrë të pavarur për miliarda vjet, por me të njëjtin kod gjenetik bazë, me të njëjtat molekula themelore, me të njëjtat zgjidhje për problemet themelore të jetës. Dhe këtu vjen lajmi i mirë. Ne jemi duke e bërë këtë. Tani.
Roveri Perseverance në Mars po mbledh mostra nga shtresat të ndryshme gjeologjike. Mostra që do të kthehen në tokë në vitet 2030, kur të analizohen nëse gjejmë ADN marsian, nëse gjejmë kod gjenetik, nëse gjejmë molekula që janë të ngjashme por jo identike me tonat, atëherë do të dimë. Do të dimë se jeta nuk filloi këtu. Do të dimë se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Por edhe nëse nuk gjejmë asgjë, edhe nëse Marsi është vërtet i vdekur, kjo nuk do të thotë se panspermia është e gabuar. Sepse Marsi është vetëm një planet. Ekzistojnë miliarda të tjerë. Teleskopi James Webb po shikon atmosferat e planeteve jashtëdiellor duke kërkuar shenjat e jetës. Misioni Europa Clipper do të fluturojë nëpër avujt e ujit që dalin nga hëna e Jupiterit duke kërkuar molekula organike. Misioni Dragonfly do të eksplorojë Titanin, hënën e Saturnit, ku liqenet e metanit mund të strehojnë forma jete të bazuara në kimikate krejtësisht të ndryshme. Çdo mision, çdo zbulim, çdo analizë e re na afron më shumë me përgjigjen. Por ndërsa presim, le të mendojmë për atë që tashmë e dim. E dim që jeta në tokë filloi jashtëzakonisht shpejt. E dim që bloqet ndërtuese të jetës gjenden në meteorite. E dim që bakteret mund të mbijetojnë në kushte ekstreme. E dim që shkëmbin nga Marsi bien në tokë. E dim që strukturat në ALH të diete 4001 duken saktësisht si fosile. Çdo copë e enigmas përputhet. E vetmja gjë që mungon është prova përfundimtare. Prova që do të mbyll çdo debat. Prova që do të ndryshojë çdo gjë. Por ndërsa presim për atë provë, diçka tjetër po ndodh. Po ndryshojmë mënyrën se si e shohim veten. Jo sepse kemi provën, por sepse kemi pyetjen. Sepse vetëm fakti që po e bëjmë këtë pyetje, vetëm fakti që po e konsiderojmë mundësinë që jeta erdhi nga i jetë, na ndryshon. Na bën më të prullur, na bën më kurioz. Na bën të kuptojmë se vendi ynë në univers mund të jetë shumë më kompleks se sa menduam. Dhe kjo na çon te paradoksi qendror i kësaj historie. Paradoksi që NASA e kupton, por nuk e diskuton publikisht. Paradoksi që shpjegon heshtjen 30 vjeçare. Sepse sa më shumë studiojnë ALH 84001, aq më shumë kuptojnë se pyetja nuk është nëse strukturat janë fosile. Pyetja është, çfarë do të thotë të jesh fosil? Çfarë do të thotë të jesh i gjallë? Çfarë do të thotë të jesh i lidhur me çdo gjë tjetër që ka jetuar ndonjëherë kudo në univers? Sepse nëse panspermia është e vërtetë, atëherë dalimi midis të gjallit dhe të vdekurit bëhet i turbullt. Bakteria që vdiq në Mars 4 miliard vjet më parë, por struktura e së cilës u dutoi në përhapësirë dhe frymëzoi jetë të re në tokë. A është vërtet e vdekur? Apo është thjesht në një gjendje të ndryshme? Një gjendje ku informacioni, jo materia, është ajo që vazhdon. Ku trashëgjimia, jo individi, është ajo që ka rëndësi. Kjo është pyetja që shkenca po fillon ta bëjë. Jo vetëm për jetën jashtë toksore, por për jetën në përgjithësi. Çfarë është jeta? A është vetëm kimikate që replikohen, apo është diçka më thelbësore? Diçka që mund të ekzistojë në forma të ndryshme, në vende të ndryshme, në kohra të ndryshme, por që është gjithmonë e njëjta në thelb. Dhe nëse është, atëherë çdo qenie e gjallë në këtë planet, çdo baktere, çdo bim, çdo kafsh, çdo njeri, është thjesht një shprehje e përkohshme e diçkaje shumë më të vjetër dhe më të madhe. Diçkaje që filloi diku në thellësitë e kohës dhe hapësirës dhe që vazhdon të rritet, të evoluojë, të eksplorojë çdo mundësi që universi ofron. Kjo është mesazhi i vërtetë i ALH 84001. Jo se jemi marsian, por se jemi kozmik. Se çdo atom në trupin ton u formua në zemrën e një illi. Se çdo molekulë që na bën ne udhëtoi në përhapësirë për miliarda vjet. Se çdo mendim që kemi, çdo ndjenjë që ndjejmë, çdo ëndër që shohim, është mënyra se si universi po përpiqet të kuptojë veten. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse NASA hesht. Jo sepse nuk ka përgjigje, por sepse përgjigja është aq e madhe sa fjalët nuk mjaftojnë. Sepse disa gjëra janë aq thelbësore sa duhet të përjetohen, jo të shpjegohen. Sepse disa zbulime nuk janë vetëm fakte shkencore, janë transformime ekzistenciale. Por transformimi nuk vjen nga provat, vjen nga pyetjet. Dhe pyetja që ALH 84001 po na bën është kjo. Nëse jemi të lidhur me çdo gjë në univers,
Nëse jemi pjesë e një rjeti kozmik që shtrihet përtej çdo gjëje që mund të imagjinojmë, atëherë, çfarë përgjegjësie kemi? Jo vetëm ndaj njëri tjetrit, Por ndaj jetës në përgjithësi? Ndaj çdo forme jete që mund të ekzistojë kudo, në çdo kohë. Kjo është pyetja që do të na përcjell në pjesën tjetër të kësaj historie. Pyetja që na çon përtej shkencës në filozofi, përtej fakteve, në kuptim, përtej asaj që dim, në atë që duhet të bëjmë me atë që dim. Por para se të shkojmë atje, le të qëndrojmë një moment me paradoksin. Me faktin se sa më shumë mësojmë për ALH 8401, aq më pak jemi të sigurt. Se çdo përgjigje hap 10 pyetje të reja. Se shkenca, në vend që të na jap siguri, na jep diçka më të vlefshme. Na jep mrekullin, na jep kureshtjen, na jep mundësinë të shohim botën dhe veten me sy të rinj. Dhe ndoshta kjo është dhurata e vërtetë e këtij meteoriti të vogël. Jo përgjigjet që mund të jap një ditë, por pyetjet që po na bën tani. Pyetjet që na bëjnë njerëz. pyetjet që na bëjnë të gjallë. Panspermia si realitet, një kundërtesë, çfarë do të thotë të jesh i gjallë, sintezë punuese, dhe këtu arrim në kufirin ku çdo model shkencëtaror fillon të dridhet. Sepse ka diçka që askush nuk po e thot me zë të lartë, por që çdo shkencëtar që studion ALH 8401 e di thellë në zemër. Ka një problem fundamental me të gjithë këtë histori. Një problem që nuk zgjidhet me mikroskop më të mirë apo analiza më të sakta. Një problem që prek vetë themelet e asaj që e bën jetën të mundur. Le të fillojmë me diçka të thjeshtë, temperatura. Kur një shkëmb hidhet nga Marsi në hapësirë nga një goditje asteroidi, ai nuk largohet butësisht, ai shpërthen. Energjia e nevojshme për ta nxjerrë një copë shkëmbi nga graviteti marsian është e jashtëzakonshme. Llogaritjet tregojnë se temperatura në pikën e goditjes arrin disa mijëra gradë. Mjaft për të shkrirë qelikun. Mjaft për të avulluar shkëmbin. Mjaft për të shkatëruar çdo molekullë organike, çdo strukturë biologjike, çdo gjurmë jete. Por le të themi se disi, në mënyrë të mrekullueshme, disa baktere mbijetojnë. Ndoshta janë thellë brenda shkëmbit, të mbrojtura nga shtresat e jashtme që avullojnë. Ndoshta janë në një gjendje sporale, të ngurcuara në një lloj vdekjeje të përkohshme që i bën ato pothuajse të pashkatërueshme. Le të themi se kjo ndodh. Tani ato janë në hapësirë, në vakum absolut, në temperatura që luhaten nga -250 gradë në hije deri në +120 gradë në dritën e diellit. Në nrezatim kozmik që copton molekullat, në nrezatim ultraviolet që thjejnë lidhjet kimike. Për sa kohë? Jo ditë, jo muaj, jo vite, për miliona vjet, sepse udhëtimi nga Marsi në Tokë nuk është i shpejtë. Shkëmbinjtë lundrojnë në përhapësirë në orbita kaotike të përshpejtuara dhe ngadalësuara nga graviteti i planetëve, të goditura nga asteroidë të tjerë, duke pritur rastësisht të kryqëzohen me orbitën e Tokës. Koha mesatare e udhëtimit është rreth 5 milion vjet. Disa shkëmbinj udhtojnë për 10 milion vjet. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, rrezatimi kozmik po i bombardon. Çdo ditë, çdo orë, çdo sekond, grimca me energji të lartë po depërtojnë në shkëmb duke coptuar molekullat, duke tyer lidhjet kimike, duke shkatëruar strukturat. Llogaritjet tregojnë se pas vetëm 1 milion vitesh në hapësirë, çdo molekulë organike në sipërfaqen e shkëmbit duhet të jetë shkatëruar plotësisht. Pas 5 milion vitesh, rrezatimi duhet të ketë depërtuar disa metra thellë. Asgjë biologjike nuk duhet të mbijetojë. Por le të themi përsëri se disi mbijetojnë. Ndoshta janë aq thellë brenda shkëmbit sa rrezatimi nuk i arrin. Ndoshta mekanizmat e riparimit të ADN-s edhe në gjendje sporale janë aq të fuqishëm sa mund të riparojnë dëmin. Le të themi se kjo ndodh. Tani shkëmbi po hyn në atmosferën e Tokës. Fërkimi me ajrin e ngroh në mbi 1500 gradë. Sipërfaqja shkrihet, shtresat e jashtme avullojnë. Presioni i goditjes krijon valë goditëse që përhapen nëpër shkëmb. Çdo strukturë delikate duhet të coptohet. Çdo molekulë komplekse duhet të zbërthehet. Por ALH 8401 mbijetoi. Strukturat janë atje, molekulat janë atje, kristalet janë atje. Si është e mundur? Kjo është pyetja që skeptikët e bëjnë.
Dhe është pyetje e mirë, sepse sipas gjithçkaje që dim për fizikën, kimikën, biologjin, kjo nuk duhet të jetë e mundur. Dhe megjithatë, ja ku janë. Strukturat që duken si fosile, molekulat që duken organike, kristalet që duken biologjike, të gjitha atje në një shkëm që ka kaluar në përferin e hapësirës dhe ka mbijetuar. Kjo na çon te një nga shpjegimet e mundshme. Ndoshta strukturat nuk janë fosile të baktereve që jetonin në Mars. Ndoshta janë diçka tjetër. Diçka që formohet pa jetë, por që duket saktësisht si jeta. Kjo quhet abiogenezë minerale. Ideja që proceset gjeologjike në kushte të caktuara mund të krijojnë struktura që imitojnë jetën. Dhe kjo nuk është vetëm teori, e dim që ndodh. Në tokë ka minerale që formojnë struktura që duken si qeliza. Ka kristale që rriten në forma që duken organike. Ka procese kimike që krijojnë molekula komplekse pa asnjë ndërhyrje biologjike. Por ja problemi. Strukturat në ALH 84001 nuk janë vetëm të ngjashme me fosile, janë identike. Forma, madhësia, shpërndarja, marrëdhënia me mineralet përreth, gjithçka përputhet me atë që shohim në fosile toksore. Dhe jo vetëm një lloj strukture. Ka dhjetra, qindra, secila me karakteristika të ndryshme, por të gjitha konsistente me origjinë biologjike. Probabiliteti që të gjitha këto të formohen rastësisht pa jetë është astronomikisht i ulët. Jo i pamundur, por aq i ulët sa bëhet e vështirë ta marrësh seriozisht. Dhe pastaj janë molekulat, hidrokarbure aromatike policiklike. Këto molekula gjenden në shumë vende në univers. Formohen në yje, në mjegullina ndryjore, në kometat. Por lloji specifik i molekulave në ALH 84001 është i pazakont. Janë saktësisht llojet që provohen kur materia organike zbërthehet dhe shpërndarja e tyre në shkëmb ndjek një model. Janë më të përqendruara rreth strukturave që duken si fosile. Sa më afër strukturave, aq më shumë molekula. Kjo është saktësisht ajo që do të prisnim nëse strukturat ishin vërtet fosile dhe molekulat ishin mbetje të zbërthimit të tyre. Por skeptikët kanë një kundër argument. Molekulat mund të kenë ardhur nga kontaminimi toksor. Meteoriti që ndroi në Antarktik për 13.000 vjet. Gjatë kësaj kohe, mikroorganizma toksor mund të kenë depërtuar në të. Mund të kenë vdekur. Mund të kenë lënë molekulat e tyre. Dhe kur shkencëtarët e analizuan meteortin, mund të kenë gabuar kontaminimin për provat e jetës marsiane. Kjo është shpjegimi alternativ. Dhe për vite ishte shpjegimi që shumica e shkencëtarëve e pranonin. Por pastaj, në vitin 2009, një ekip nga Universiteti i Kalifornisë bëri një zbulim kritik. Ata përdoren një teknik të quajtur spektroskopi me masë me izotop për të analizuar molekulat organike në ALH 84001. Kjo teknik mund të tregojë origjinën e molekulave duke matur raportin e izotopëve të ndryshëm të karbonit. Karbon toksor ka një raport specifik të karbonit 12 me karbonin 13. Karbon marsian, për shkak të proceseve të ndryshme gjeologjike, ka një raport pak të ndryshëm. Dhe ajo që gjetën ishte e qartë. Molekulat organike në ALH 84001 kanë raport izotopik marsian, jo toksor. Ato nuk janë kontaminim, ato janë vërtet marsiane. Kjo ishte një goditje e madhe për skeptikët, por nuk i ndaloi, sepse edhe nëse molekulat janë marsiane, kjo nuk provon se janë biologjike. Ato mund të kenë formuar nëpërmjet proceseve gjeologjike në Mars. Mund të kenë ardhur nga meteorite që ranë në Mars miliarda vjet më parë. Mund të kenë origjina të shumta jo biologjike. Dhe kështu debati vazhdoi. Çdo provë e re takonte një kundërargument të ri. Çdo zbulim interpretohej në mënyra të ndryshme dhe me kalimin e viteve bëhej gjithnjë më e qartë se asnjë provë vetme nuk do të mjaftonte. Që e vetmja mënyrë për të zgjidhur këtë pyetje ishte të gjendej një kombinim i provave aq i fortë sa të eliminonte çdo shpjegim alternativ. Dhe kjo na çon te kristalet e magnetitit. Sepse këtu, në këto struktura të vogla kristalore, mund të qëndroj prova më bindëse. Magnetiti është një mineral i zakonshëm. Formohet në shumë mënyra të ndryshme, si biologjike, ashtu edhe jo biologjike. Por lloji specifik i magnetitit që bakteret e caktuara prodhojnë ka karakteristika shumë specifike. Forma, madhësia, pastërtia kimike, orientimi kristalografik,
Të gjitha janë të kontrolluara me saktësi nga proceset biologjike. Dhe arsyeja është e thjeshtë. Bakteret përdorin kristalet e magnetitit si busulla të vogla për të lundruar duke përdorur fushën magnetike të tokës. Për ta bërë këtë, kristalet duhet të jenë saktësisht të matësisë së duhur, saktësisht të formës së duhur, saktësisht të pastërtisë së duhur. Nëse janë shumë të vogla, nuk janë magnetike. Nëse janë shumë të mëdha, kanë shumë domene magnetike dhe anulohen. Duhet të jenë pikrisht në zonën e artë, dhe kristalet e magnetitit në ALH 84001 janë pikrisht në zonën e artë. Jo vetëm disa prej tyre, të gjitha. Çdo kristal i analizuar ka madhësinë, formën, pastërtinë që do të prisnim nga prodhimi biologjik. Probabiliteti që kjo të ndodhë rastësisht është jashtëzakonisht i ulët. Një studim i vitit 2001 llogariti se probabiliteti që kristalet të kenë formuar pa jetë është më pak se 1 në 1 milion. Kjo është prova më e fortë deri tani. Por edhe kjo nuk është absolute, sepse edhe nëse probabiliteti është 1 në 1 milion, kjo nuk do të thotë 0. Do të thotë se në 1 milion meteorite, 1 mund të ketë kristale që duken biologjike, por nuk janë. Dhe ne kemi studiuar vetëm disa qindra meteorite marsian. Ndoshta ALH 84001 është ai 1 në 1 milion. Ndoshta jemi thjesht të pafat. Kjo është arsyeja pse shkenca kërkon prova absolute, sepse sa më i jashtëzakonshëm pretendimi, aq më i lartë standardi i provës. Dhe pretendimi që kemi gjetur jetë jashtëtoksore është pretendimi më i jashtëzakonshëm që mund të bëjmë. Kështu që edhe nëse kemi struktura që duken si fosile, molekula që duken organike, kristale që duken biologjike, edhe nëse kemi 3 lloje të pavarura provash që të gjitha tregojnë në të njëjtën drejtim, ende nuk mjafton, sepse ende ekziston mundësia, edhe nëse e vogël, që të gjitha këto të kenë shpjegime jo biologjike, që të jemi duke parë modele ku nuk ka, që të jemi duke projektuar dëshirat tona në të dhëna të paqarta. Por ja ku bëhet vërtet interesante, sepse ndërsa shkencëtarët debatojnë nëse strukturat janë fosile, diçka tjetër po ndodh. Po zbulojmë se dallimi midis të gjallit dhe të vdekurit, midis biologjikut dhe jo biologjikut, nuk është aq i qartë sa menduam. Sepse në nivelin më themelor, jeta është vetëm kimikate që organizohen në mënyra specifike. Atomet të karbonit, hidrogenit, oksigjenit, azotit, të lidhura në molekula komplekse që mund të replikohen. Nuk ka asgjë magjike në to, nuk ka forcë jete misterioze. Janë vetëm atome që ndjekin ligjet e fizikës dhe kimisë. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë pyetja nuk është nëse strukturat në ALH 84001 janë fosile. Pyetja është në çfarë pike organizimi kimik fillojmë ta quajmë diçka të gjallë. A është një molekul ADN-je e gjallë? Jo, sepse nuk mund të replikohet vetë. A është një virus i gjallë? Debati vazhdon. A është një baktere në gjendje sporale, pa metabolizëm, pa rritje, pa asnjë shenjë aktiviteti e gjallë? Teknikisht po, sepse mund të riaktivizohet. Por nëse është e ngrirë për miliona vjet, nëse nuk ka asnjë mundësi për të riaktivizuar, a është ende e gjallë? Apo është thjesht një strukturë kimike që dikur ishte e gjallë? Kjo është pyetja që ALH 84001 vërtet po na bën. Jo vetëm nëse ka pasur jetë në Mars, por çfarë do të thotë të jesh i gjallë? Dhe sa më shumë e studiojmë, aq më e turbullt bëhet përgjigja, sepse po zbulojmë se jeta nuk është një gjë, është një proces, një model i organizimit që lind, evoluon dhe zhduket. Dhe modeli mund të ekzistojë në forma të ndryshme, në shkallë të ndryshme, në kora të ndryshme. Mund të jetë i shpejtë si metabolizmi i një bakterie, mund të jetë i ngadaltë si rritja e një kristali, mund të jetë i ngrirë në kohë si informacionin e një molekul ADN-je. Por në të gjitha rastet është i njëjti proces themelor, organizim që rritet nga kaosi. Dhe kjo na çonte një kuptim i ri i panspermisë, sepse nëse jeta është një proces, jo një gjë, atëherë ajo nuk duhet të udhëtojë si baktere të gjalla. Mund të udhëtojë si informacion, si molekula që mbajnë modelin e organizimit, si struktura që kur vendosen në kushtet e duhura mund të fillojnë procesin përsëri. Kjo do të shpjegonte si jeta mund të mbijetojë udhëtimin në përhapësirë,
Jo sepse bakteret janë të pashkatërrueshme, por sepse informacioni që ato mbajnë mund të ruhet në forma të ndryshme. Në molekula organike që mbrohen brenda shkëmbinjve, në struktura kristalore që kodojnë modele kimike, në raporte izotopike që mbajnë gjurmë të proceseve biologjike. Dhe kur këto struktura arrin në një planet të ri, kur vendosen në ujë, kur ekspohen ndaj energjisë, modeli mund të fillojë të organizohet përsëri. Jo si riprodhim i saktë i jetës origjinale, por si një version i ri i përshtatur me kushtet e reja. Kjo është panspermia, jo si transporti baktereve, por si transporti informacionit. Si mbjellësi i modeleve të organizimit që mund të rriten në forma të reja kur gjejnë tokë pjellore. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë strukturat në ALH 84001 nuk duhet të jenë fosile në kuptimin tradicional. Nuk duhet të jenë mbetje të baktereve të vdekura. Mund të jenë diçka më thelbësore. Mund të jenë vetë modeli, informacioni i koduar në formë minerale, udhëzimet për të ndërtuar jetë, të shkruara në gjuhën e kristaleve dhe molekulave. Kjo do të shpjegonte pse strukturat kanë bijetuar, sepse nuk janë biologjike në kuptimin tradicional, janë geologjike, janë minerale që mbajnë gjurmë të proceseve biologjike. Janë si një disk i fortë që mban të dhëna edhe pasi kompjuteri është shkatërruar. Informacioni është atje, i koduar në strukturën fizike duke pritur të lecohet. Dhe kur toka e re, me oqeanet e saj të ngrohta, me atmosferën e saj reaktive, me energjinë e saj të bollshme, lecoi atë informacion, jeta filloi përsëri. Jo si vazhdimi drejt për drejt i jetës marsiane, por si një version i ri i të njëjtit proces themelor. Kjo është hipoteza që disa shkencëtar po fillojnë ta eksplorojnë, jo publikisht sepse është shumë spekuluese, por në laborator, në modele kompjuterike, në diskutime private. Dhe nëse është e vërtet, atëherë ndryshon gjithçka, sepse do të thotë se jeta nuk është një aksident i rrallë që ndodhi një herë në një vend. Është një proces i pashmangshëm që ndodh kudo ku kushtet janë të duhura, që universi vetë është i programuar për të krijuar jetë, që ligjet e fizikës dhe kimisë, kur aplikohen në sistemet komplekse, çojnë në mënyrë të pashmangshme në organizim, në kompleksitet, në jetë. Por kjo na lë me një paradoks. Nëse jeta është e pashmangshme, nëse është e koduar në ligjet themelore të universit, atëherë pse nuk e shohim kudo? Pse qielli nuk është plot me sinjale nga qytetrimet të tjera? Pse nuk kemi gjetur asnjë provë të qartë të jetës jashtëtokësore? Kjo quhet paradoksi i Fermit, dhe është një nga pyetjet më të thella në shkencë. Sepse nëse jeta është e zakonshme, atëherë jeta inteligjente duhet të jetë gjithashtu e zakonshme. Dhe nëse jeta inteligjente është e zakonshme, atëherë disa prej tyre duhet të kenë zhvilluar teknologji, dhe disa prej atyre teknologjive duhet të jenë të dukshme nga toka. Por nuk shohim asgjë. Qielli është i heshtur. Ekzistojnë shumë shpjegime të mundshme. Ndoshta jeta është e zakonshme, por jeta inteligjente është e rrallë. Ndoshta inteligjenca zhvillohet, por shkatëron veten para se të përhapet në yje. Ndoshta qytetrimet e avancuara ekzistojnë, por nuk duan të komunikojnë. Ndoshta po komunikojnë, por ne nuk po dëgjojmë në frekuencat e duhura. Ose ndoshta, dhe kjo është mundësia më shqetësuese, ne jemi vërtet të parët. Që në gjithë këtë univers të pafund, në të gjitha këto miliarda galaktika, në të gjitha këto triliona planet, ne jemi qytetërimi i parë që ka arritur këtë pikë, që jemi pionierët. Që përgjegjësia për të përhap jetën dhe inteligjencën në për yjet bie mbi ne. Kjo është pesha që ALH 84001 mbart. Jo vetëm pyetja nëse ka pasur jetë në Mars, por pyetja se çfarë do të thotë të jesh i gjallë në një univers që mund të jetë plot me jetë ose mund të jetë pothuajse bosh. Dhe si duhet të sillemi nëse jemi vërtet të vetmit, nëse çdo vendim që marrim, çdo veprim që ndërmarrim, mund të përcaktojë fatin e jetës në univers. Sepse nëse jemi të vetmit, atëherë nëse zhdukem, jeta inteligjente zhduket. Të paktën në këtë pjesë të universit. Të paktën për miliarda vjet derisa të evoluoj përsëri diku tjetër. Kjo është arsyeja pse NASA hesht. Jo sepse nuk ka gjetur asgjë, por sepse ka gjetur shumë. Ka gjetur pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Ka gjetur paradokse
që nuk zgjidhen me eksperimente. Ka gjetur kufi ku shkenca takon filozofin, ku faktet takojnë vlerat, ku njohuria takon përgjegjësinë. Dhe në atë kufi, fjalët bëhen të vështira. Sepse çdo gjë që thuhet mund të keqkuptohet. Çdo pretendim mund të egzagerohet. Çdo dyshim mund të shtrembrohet. Kështu që NASA pret për prova më të mira, pret për instrumente më të mira, pret për kuptim më të mirë. Por ndërsa pret, bota lëviz përpara. Kompani private po planifikojnë misione në Mars. Vende po garojnë për të qenë të parët që të kthejnë mostra. Shkencëtar po zhvillojnë teknika të reja për të kërkuar jetë. Dhe me çdo vit që kalon, po afrohemi me momentin kur do të dim. Kur do të kemi prova aq të forta, sa asnjë skeptik nuk do të mund t'i mohojë. Ose kur do të kemi prova aq të qarta se jeta nuk ekziston në Mars, sa do të duhet të shikojmë diku tjetër. Por pavarësisht se çfarë gjejmë, diçka ka ndryshuar tashmë. Sepse vetëm fakti që po e bëjmë këtë pyetje, vetëm fakti që po e konsiderojmë mundësinë që jeta erdhi nga i jetë, na ka ndryshuar. Na ka bërë më të përullur, na ka bërë më kurioz, na ka bërë të kuptojmë se vendi në univers është më kompleks, më i ndërlidhur, më i mrekullueshëm se sa mund të kishim imagjinuar ndonjëherë. Dhe kjo na çon te pyetja përfundimtare. Jo nëse strukturat në ALH 84001 janë fosile, por çfarë do të bëjmë me atë që tashmë dim? Me faktin se jeta mund të udhtojë në përhapësirë, se mund të jetë e lidhur në mënyra që sapo po fillojmë ta kuptojmë. Se çdo vendim që marrim për të ardhmen e jetës në tokë, mund të ketë pasoja që shtrihen përtej çdo gjëje që mund të shohim. Dhe këtu, në këtë pikë të ekuilibrit midis asaj që dim dhe asaj që nuk dim, le të ndalemi dhe të shikojmë provat me sy të ri. Jo si besimtar që kërkojnë konfirmim, jo si skeptik që kërkojnë të hedhin poshtë, por si shkencëtar që kërkojnë të kuptojnë. Sepse ekzistojnë 3 shpjegime të mundshme për strukturat në ALH 84001. 3 hipoteza që garojnë për të shpjeguar të njëjtat të dhëna. Dhe mënyra se si shkenca funksionon është duke i testuar të trija, duke eliminuar ato që nuk përputhen me provat dhe duke mbajtur atë që qëndron më mirë. Hipoteza e parë është kontaminimi toksor, që strukturat, molekulat, kristalet, të gjitha erdhën nga toka pasi meteoriti ra në Antarktidë. Që gjithçka që shohim është rezultati baktereve toksore që depërtuan në shkëmbë gjatë 11.000 viteve që qëndroi në akull. Kjo hipotezë është e thjeshtë, është konservatore. Nuk kërkon asnjë pretendim të jashtëzakonshëm. Dhe për këtë arsye, ishte shpjegimi i parë që shkencëtarët konsideruan. Por ka një problem. Strukturat gjenden thellë brenda meteorit, jo vetëm në sipërfaqe. Gjenden në zona që nuk janë kurrë ekspozuar ndaj mjedisit toksor. Gjenden në vende ku asnjë baktere toksore nuk mund të ketë depërtuar pa shkatëruar strukturën minerale rreth tyre. Më e rëndësishmja, analiza izotopike tregon se molekullat organike kanë raporte të ndryshme nga ato toksore. Raporti i karbonit 13 me karbonin 12, raporti i azotit 15 me azotit 14, të gjitha janë jashtë gamës së jetës toksore. Janë saktësisht ato që do të pritej nga procese që ndodhen në Mars, ku gravitet është më i ulët, ku atmosfera është e ndryshme, ku kimika është e ndryshme. Kështu që kontaminimi toksor, edhe pse i mundshëm në teori, nuk përputhet me të dhënat. Mund të shpjegoj disa nga molekullat në sipërfaqe, por jo strukturat në thellësi, jo raportet izotopike, jo shpërndarjen specifike të kristaleve. Hipoteza e dytë është formimi jo biologjik, që strukturat janë thjesht kristale minerale që formuan nëpërmjet proceseve gjeologjike, që molekullat organike erdhen nga reaksione kimike në hapësirë, që kristalet e magnetitit urriten nga zgjidhjet e nxehta pa asnjë ndërhyrje biologjike. Kjo hipotezë është gjithashtu konservatore, nuk kërkon jetë, kërkon vetëm kimikate dhe kohë. Dhe e dim që proceset jo biologjike mund të krijojnë struktura komplekse. Kristalet e borës janë të bukura dhe simetrike, por askush nuk mendon se janë të gjalla. Por edhe kjo hipotezë ka probleme. Strukturat në ALH 84001 nuk janë vetëm komplekse, janë specifike. Kanë madhësi që bien në një gamë shumë të ngushtë, saktësisht gamën e baktereve fosile toksore.
Kanë forma që nuk shihen në kristalet jo biologjike. Kanë shpërndarje që sugjeron rritje të organizuar, jo precipitim të rastësishëm. Më e rëndësishmja, kristalet e magnetitit kanë një veçori të jashtëzakonshme. Janë të pastra në mënyrë të çuditshme. Nuk kanë defekte, nuk kanë papastërti. Janë saktësisht lloji i kristaleve që bakteret toksore i prodhojnë për të ndjerë fushat magnetike dhe që nuk formohen kurrë nëpërmjet proceseve jo biologjike në temperatura të ulta. Një studim i vitit 2001 analizoi 125 kristale magnetiti nga ALH 84001. 25 prej tyre kishin karakteristika që nuk mund të shpjegohen me procese jo biologjike, forma shumë specifike, madhësi shumë uniforme, pastërti shumë e lartë. Saktësisht ato që bakteret prodhojnë. Kështu që formimi jo biologjik, edhe pse mund të shpjegojë disa nga strukturat, nuk mund t'i shpjegojë të gjitha. Veçanërisht nuk mund të shpjegojë kristalet e magnetitit me cilësi biologjike. Dhe kjo na lë me hipotezën e tretë, origjinën biologjike. Që strukturat janë vërtet fosile të baktereve marsiane, që molekulat organike janë mbetje të jetës së lashtë, që kristalet e magnetitit u prodhuan nga mikroorganizma që jetonin në Mars 4 miliard vjet më parë. Kjo hipotezë është e jashtëzakonshme. Kërkon që jeta të ketë ekzistuar në një planet tjetër, që të ketë lënë gjurmë që mbijetuan miliarda vjet, që të ketë udhëtuar në përhapësirë dhe të ketë arritur në tokë. Është pretendimi më i madh që mund të bëjmë. Por është gjithashtu hipoteza që përputhet më mirë me të gjitha të dhënat, që shpjegon strukturat në thellësi, që shpjegon raportet izotopike, që shpjegon kristalet e magnetitit, që shpjegon pse të gjitha këto prova të pavarura tregojnë në të njëjtën drejtim. Dhe këtu vjen momenti kritik. Momenti kur shkenca duhet të zgjedh midis konservatizmit dhe provave. Midis asaj që duam të besojmë dhe asaj që të dhënat na tregojnë. Sepse nëse do të ishim duke studiuar një shkëmb toksor me të njëjtat karakteristika, askush nuk do të dyshonte. Do të thoshim, këto janë fosile, kjo është provë e jetës së lashtë. Kjo është se si duken bakteret kur mineralizohen. Por sepse shkëmbi vjen nga Marsi, sepse pretendimi është i jashtëzakonshëm, kërkojmë standarde më të larta. Kërkojmë prova që nuk lën vend për dyshim. Kërkojmë atë që Carl Sagan e quajti prova të jashtëzakonshme për pretendime të jashtëzakonshme. Dhe kjo është e drejtë. Kjo është mënyra se si shkenca duhet të funksionojë. Por krijon një paradoks, sepse sa më i jashtëzakonshëm pretendimi, aq më e lartë shtylla e provës, dhe sa më e lartë shtylla, aq më e vështirë për t'u arritur. Dhe sa më e vështirë për t'u arritur, aq më gjatë presim. Dhe sa më gjatë presim, aq më shumë harrojmë se çfarë po presim. 30 vjet kanë kaluar që kur presidenti Clinton doli para botës dhe tha se mund të kemi gjetur jetë në Mars. 30 vjet të studimeve, të debateve, të analizave të reja. 30 vjet të heshtjes publike ndërsa shkenca bën punën e saj të ngadaltë, të kujdesshme, të metodike. Dhe në këto 30 vjet, diçka e çuditshme ka ndodhur. Provat nuk janë dobësuar, janë forcuar. Çdo studim i ri, çdo teknikë e re, çdo analizë e re ka shtuar një copë tjetër në enigmë. Ka bërë hipotezën biologjike më të fortë, jo më të dobët. Por askush nuk flet për këtë, sepse shkenca nuk funksionon me lajme sensacionale. Funksionon me publikime të ngadalta në revista të rishikuara nga kolegë, me konferenca teknike ku vetëm specialistët marrin pjesë, me debate që zhvillohen gjatë dekadave, jo ditëve. Dhe ndërsa shkenca bën punën e saj, bota lëviz përpara. Njerëzit harrojnë. Media gjejnë histori të reja, dhe meteoriti ALH 84001 kthehet në atë që ishte. Një copë shkëmbi në një koleksion, i njohur vetëm nga një grusht shkencëtarësh që ende po e studiojnë. Por ja ku bëhet vërtet interesante, sepse ndërsa studiojnë, po zbulojnë diçka që shkon përtej pyetjes nëse strukturat janë fosile. Po zbulojnë se vetë pyetja është e gabuar. Sepse çfarë do të thotë të jesh fosil? Në tokë, një fosil është mbetje e një organizmi që dikur ishte i gjallë. Është strukturë që ruhet në shkëmb kur materia organike zëvendësohet në minerale. Është gjurmë e jetës që ka kaluar. Por në Mars kushtet janë të ndryshme. Nuk ka ujë të lëngshëm që të trecë dhe zëvendësojë. Nuk ka presion atmosferik që të mbrojnë nga rezatimi. Nuk ka plaka tektonike që të varrosin dhe transformojnë.
Procesi i fosilizimit, nëse ndodh fare, duhet të jetë krejtësisht i ndryshëm. Kështu që kur shohim struktura në ALH të 10401 që duken si fosile toksore, mund të mos jemi duke parë të njëjtin proces. Mund të jemi duke parë diçka të re. Diçka që nuk kemi emër për të. Diçka që ndron diku midis të gjallit dhe të vdekurit, midis biologjikut dhe gjeologjikut, midis jetës dhe materjes. Dhe kjo na çon te një kuptim i ri i asaj që po kërkojmë, sepse nëse po kërkojmë fosile në kuptimin toksor, mund të mos i gjejmë kurrë. Jo sepse nuk ka pasur jetë në Mars, por sepse jeta marsiane, nëse ekzistoi, mund të ketë lënë gjurmë të ndryshme nga ato që jemi mësuar të shohim. Mund të ketë lënë modele në vend të strukturave, informacion në vend të formave, procese të koduara në kimikate në vend të trupave të ruajtur në shkëmbë. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë mënyra se si po kërkojmë mund të jetë e gabuar. Sepse po kërkojmë me sy toksor, po kërkojmë gjëra që i njohim, po kërkojmë jetë që duket si jeta jonë. Por jeta marsiane, nëse ekzistoi, evoluoi në një botë krejtësisht të ndryshme, në një diell më të dobët, në një atmosferë më të hollë, me kimikate të ndryshme, temperatura të ndryshme, presione të ndryshme. Pse do të dukej si jeta toksore? Pse do të linte të njëjtat gjurmë? Pse do të fosililizohej në të njëjtën mënyrë? Dhe kjo është arsyeja pse debati për ALH të 10401 vazhdon. Jo sepse provat janë të dobta, por sepse po bëjmë pyetjen e gabuar. Po pyesim, a janë këto fosile? Kur duhet të pyesim, çfarë lloj gjurmash lë jeta kur zhvillohet në kushte krejtësisht të ndryshme? Kjo është pyetja që po fillon të ndryshojë mënyrën se si kërkojmë jetë jashtëtoksore. Jo vetëm në Mars, por kudo. Sepse nëse jeta mund të ekzistojë në forma që nuk i njohim, atëherë mund të jemi duke kaluar pranë saj pa e parë. Mund të jemi duke shikuar spektrat e planetëve jashtëdiellor dhe duke kërkuar oksigjen, kur jeta atje mund të jetë bazuar në metan. Mund të jemi duke dëgjuar sinjale radio, kur qytetrimet e avancuara mund të komunikojnë me diçka krejtësisht tjetër. Mund të jemi duke kërkuar ADN, kur jeta diku tjetër mund të përdorë një molekull informacioni krejtësisht të ndryshme. Dhe kjo na çon te një realizim i frikshëm, që mund të jemi të rrethuar nga jeta dhe të mos e dim. Që universi mund të jetë plot me forma ekzistance që janë aq të ndryshme nga tonat sa nuk i njohim si jetë. Që heshtja e qiellit mund të mos jetë sepse jemi vetëm, por sepse po dëgjojmë në gjuhën e gabuar. Por le të kthehemi te ALH 10401, sepse pavarësisht nga të gjitha këto pyetje filozofike, pavarësisht nga të gjitha këto pasiguri, një gjë është e qartë. Strukturat në këtë meteorit janë anomali, janë diçka që nuk përputhet plotësisht me asnjë shpjegim të thjeshtë. Nuk janë qartësisht kontaminim toksor, sepse raportet izotopike janë të gabuara. Nuk janë qartësisht formime jo biologjike, sepse kristalet e magnetitit janë shumë specifike. Nuk janë qartësisht fosile në kuptimin toksor, sepse procesi i fosilizimit në Mars duhet të jetë i ndryshëm. Janë diçka tjetër. Diçka që qëndron në kufirin e asaj që kuptojmë. Diçka që na detyron të rimenduajmë kategoritë tona, të zgjerojmë përkufizimet tona, të pranojmë se universi mund të jetë më i çuditshëm se sa mund të imagjinojmë. Dhe kjo është arsyeja pse NASA hesht. Jo sepse nuk ka përgjigje, por sepse përgjigja nuk përshtatet në kategoritë që kemi. Sepse të thuash, po, këto janë fosile, do të ishte e thjesht, por ndoshta e gabuar. Të thuash, jo, këto nuk janë fosile, do të ishte gjithashtu e thjesht, por ndoshta e gabuar. Të thuash, nuk e dim, është e sakt, por e paknashme. Kështu që NASA bën atë që shkenca bën më mirë. Vazhdon të studioj, vazhdon të mbledh të vëna, vazhdon të përmirësoj instrumentet, vazhdon të pres për momentin kur provat do të jenë aq të forta sa përgjigja do të jetë e qartë. Por ndërsa pret, diçka tjetër po ndodh. Një eksperiment po zhvillohet në Mars tani. Roveri Perseverance po mbledh mostra nga krateri Jezero, një liçen i lashtë ku dikur rrjedhnin lumej. Mostra nga shtresa të ndryshme gjeologjike, nga periudha të ndryshme në historinë marsiane,
nga mjediset të ndryshme që mund të kenë strehuar jetë. Këto mostra do të mbyllen hermetikisht në tuba të veçantë. Do të lihen në sipërfaqen e Marsit dhe në vitet 2030 një mision tjetër do të shkojë ti Marr. Do t'i ngarkojë në një raket, do t'i dërgojë në orbit, do t'i transferojnë në një anije që do të kthehet në tokë. Dhe kur të arrijnë, do të analizojnë me instrumentet më të avancuara që kemi. Mikroskop që mund të shohin atome individuale, spektrometra që mund të identifikojnë çdo molekul, sekuencues që mund të lexojnë ADN nëse ekziston, instrumente që nuk ekzistonin kur ALH 80401 u gjet. Dhe nëse ka pasur jetë në Mars, nëse ka lënë gjurmë, nëse ato gjurmë janë ruajtur në shkëmbin të kraterit Jezero, atëherë do t'i gjejmë. Do të kemi përgjigjen përfundimtare. Do të dim, po çfarë nëse përgjigja është po? Çfarë nëse gjejmë ADN marsian? Çfarë nëse gjejmë struktura që janë padyshim biologjike? Çfarë nëse gjejmë prova aq të qarta sa asnjë skeptik nuk mund t'i mohojë? Atëherë gjithçka ndryshon. Jo vetëm shkenca, por filozofia, jo vetëm njohuria, por identiteti. Sepse do të dim se nuk jemi vetëm. Që jeta nuk është një aksident që ndodhi një herë në një vend. Që universi është i gjallë në mënyra që sapo po fillojmë ta kuptojmë. Por çfarë nëse përgjigja është jo? Çfarë nëse mostrat kthehen dhe janë krejtësisht sterile? Çfarë nëse nuk ka asnjë gjurmë jete, asnjë molekul organike, asnjë strukturë dyshimt? Çfarë nëse Marsi është vërtet i vdekur dhe ka qenë gjithmonë i vdekur? Atëherë do të dim diçka po aq të rëndësishme, që jeta është më e rrallë se sa menduam, që kushtet për jetë janë më specifike se sa imagjinuam, që toka mund të jetë vërtet e veçantë në mënyra që nuk e kuptuam. Dhe do të duhet të shikojmë më gjerë, jo vetëm në Mars, por në hënat e Jupiterit dhe Saturnit, jo vetëm në sistemin ton diellor, por në planetët që rrotullohen rreth jejve të tjerë, jo vetëm në sipërfaqe, por në oqeanet nëntoksore, në atmosferat e trasha, në vendet ku kimika është aq e ndryshme sa jeta mund të jetë e panjohshme. Por pavarësisht se çfarë gjejmë, pavarësisht se çfarë mësojmë, një gjë është e sigurt. Pyetja që ALH 80401 ka hapur nuk do të mbyllet kurrë. Sepse edhe nëse gjejmë jetë në Mars, do të pyesim: nga erdhi? Edhe nëse nuk gjejmë asgjë, do të pyesim: pse jo? Edhe nëse kuptojmë gjithçka për këtë meteorit, do të ketë vjet të tjerë që presin të studiohen. Sepse kjo është natyra e shkencës. Çdo përgjigje hap vjet pyetje të reja. Çdo zbulim zbulon vjet enigma të reja. Çdo kuptim tregon vjet gjëra që nuk i kuptojmë. Dhe ndoshta kjo është mënyra se si duhet të jetë. Ndoshta pika nuk është të gjejmë përgjigjen përfundimtare. Ndoshta pika është të vazhdojmë të pyesim, të vazhdojmë të kërkojmë, të vazhdojmë të mrekullohemi. Sepse në fund, çfarë është më e rëndësishme? Të dimë nëse strukturat në ALH 80401 janë fosile, apo të kuptojmë se vetë pyetja na ndryshon, që na bën të shikojmë qielin me sy të rinj, që na bën të vlerësojmë jetën në tokë në mënyra të reja, që na bën të kuptojmë se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe. 30 vjet heshtje, 30 vjet studimi, 30 vjet pritjeje për prova më të mira. Dhe në të gjitha ato kohë, meteoriti qëndron në Houston, duke mbajtur sekretet e tij, duke pritur momentin ku shkenca do të jetë gati për përgjigjen. Por ndoshta momenti nuk do të vijë kurrë. Ndoshta disa pyetje janë aq të mëdha sa nuk mund të përgjigjen plotësisht. Ndoshta disa enigma janë aq thelbësore sa zgjidhja e tyre do të ishte fundi diçkaje të rëndësishme. Sepse sa kohë që pyetja mbetet e hapur, sa kohë që enigma mbetet e pasgjidhur, sa kohë që heshtja vazhdon, ne vazhdojmë të kërkojmë, vazhdojmë të mësojmë, vazhdojmë të rritem. Dhe ndoshta kjo është dhurata e vërtetë e ALH 80401. Jo përgjigja që mund të jap një ditë, por udhëtimi që na ka çuar deri këtu. Pyetjet që ka ngritur, mrekullitë që ka zbuluar, kuptimi që jemi pjesë e një historie shumë më të madhe se sa mund të kishim imagjinuar. Një histori që fillon në thellësitë e kohës dhe hapësirës, që vazhdon në për miliarda vjet evolucioni,
që përfshin çdo qenie të gjallë që ka ekzistuar ndonjëherë dhe që ende po shkruhet, me çdo zbulim të ri, me çdo pyetje të re, me çdo hap të ri drejt kuptimit. Kjo është historia që ALH 84001 na tregon. Jo historia e një meteoriti, por historia e nesh. Historia e jetës. Historia e universit që po përpiqet të kuptojë veten nëpërmjet nesh. Dhe ndërsa qëndrojmë në këtë pikë, në këtë moment, midis asaj që dim dhe asaj që nuk dim, midis shkencës dhe filozofisë, midis fakteve dhe kuptimit, një gjë bëhet e qartë. Heshtja e NASA-s nuk është dështim, është respekt. Respekt për kompleksitetin e pyetjes, respekt për rëndësinë e përgjigjes, respekt për faktin se disa gjëra janë aq të mëdha sa duhet t'i afrohemi me përullësi, me durim, me kujdes. Sepse kur përgjigja vjen, kur provat bëhen aq të forta sa nuk ka më vend për dyshim, kur momenti i zbulimit më në fund arrin, nuk do t'jetë vetëm një lajm shkencor. Do t'jetë një transformim ekzistencial. Do t'jetë momenti kur njerëzimi kupton se vendi i tij në univers është krejtësisht i ndryshëm nga ajo që mendoi. Dhe për atë moment, ja vlen të presesh. Ja vlen të jesh i sigurt. Ja vlen të bësh gjithçka siç duhet. Por ndërsa presim, le të mbajmë mend se çfarë tashmë kemi mësuar. Që jeta mund të udhëtojë nëpër hapësirë. Që kushtet për jetë mund të kenë ekzistuar në vende të tjera. Që universi mund të jetë shumë më i gjallë se sa duket. Që çdo atom në trupin ton, çdo molekul që na bën ne, çdo mendim që kemi, është pjesë e një rjeti kozmik që shtrihet përtej çdo gjëje që mund të shohim. Kjo është e vërteta që ALH 84001 tashmë na ka dhënë. Jo prova përfundimtare e jetës jashtëtoksore, por diçka më të vlefshme. Mundësinë, pyetjen, mrekullit. Dhe ndoshta në fund, kjo është gjithçka që na duhet. Dhe ndoshta në fund, kjo është gjithçka që na duhet. Por le të ndalemi këtu. Le të kthehemi te fillimi. Kujtoni se si filloi kjo histori? Me një copë shkëmbi të vogël, me peshë vetëm 1 kilogram e 900 gram, që qëndronte në një koleksion në Houston për 11 vjet. Askush nuk e dinte se çfarë fshehnin ato 100 nanometra struktura. Askush nuk imagjinonte se si një meteorit i vogël do të hapte pyetjen më të madhe në historinë njerëzore. Dhe tani, 30 vjet më vonë, ende po shikojmë të njëjtin shkëmb. Ende po matim të njëjtat struktura. Ende po debatojmë të njëjtat prova. Por diçka ka ndryshuar. Jo shkëmbi. Ne. Sepse tani e dim se pyetja nuk është vetëm për Marsin, është për ne, për vendin ton në univers, për lidhjen ton me gjithçka që ekziston. Dhe kjo na çon te diçka që shkenca rrallë e prek, diçka që qëndron përtej fakteve dhe provave, diçka që lidhet me kuptimin. Sepse çfarë do të thotë të dish se mund të jesh pasardhës i baktereve marsiane? Çfarë do të thotë të kuptosh se çdo qeliz në trupin tënd mund të mbajë informacion që udhëtojë nëpër hapësirë për miliarda vjet? Çfarë do të thotë të pranosh se dallimi midis teje dhe një shkëmbi nga Marsi është vetëm shkalla e organizimit? Këto nuk janë pyetje shkencore, janë pyetje filozofike. Dhe ato na çojnë në territorin ku shkenca takon diçka më të vjetër, më thellë, më njerëzore. Filozofët e lashtë pyesnin: çfarë është realiteti? Çfarë është ekzistenca? Çfarë është vetëdia? Dhe për mijëra vjet këto pyetje mbeten në fushën e spekulimit, të meditimit, të besimit. Por tani, për herë të parë në histori, shkenca po fillon t'u jap përgjigje. Jo përgjigje përfundimtare, por përgjigje të bazuara në prova. Dhe ato prova po na tregojnë diçka të mahnitshme. Po na tregojnë se realiteti është shumë më i çuditshëm se sa mund të imagjinojmë. Se ekzistenca është shumë më e ndërlidhur se sa duket. Se vetëdia mund të jetë vetëm një nga shumë mënyra që materia organizohet për të përjetuar veten. Dhe ALH 84001 qëndron në qendër të këtij kuptimi të ri. Sepse nëse strukturat në këtë meteorit janë vërtet gjurmëjete, atëherë jeta nuk është një aksident lokal. Është një fenomen kozmik, një proces që ndodh kudo ku kushtet janë të duhura.
Një mënyrë që universi organizohet në kompleksitet gjithnjë më të madh. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ne nuk jemi veçor. Jemi të zakonshëm. Jemi vetëm një shprehje e një procesi që ndodh në shkallë galaktike, ndoshta universale. Por ja paradoksi. Nëse jemi të zakonshëm, pse qielli është i heshtur? Nëse jeta është kudo, pse nuk shohim prova? Nëse universi është i gjallë, pse duket aq i vdekur? Kjo është pyetja që shkencëtarët e quajnë paradoksin e Fermit dhe ka shumë përgjigje të mundshme. Ndoshta jeta është e zakonshme, por jeta inteligjente është e rrallë. Ndoshta inteligjenca zhvillohet, por shkatërron veten. Ndoshta qytetërimet ekzistojnë, por nuk komunikojnë. Ndoshta po komunikojnë, por ne nuk po dëgjojmë. Ose ndoshta, dhe kjo është mundësia më e thellë, ne po bëjmë pyetjen e gabuar. Sepse çfarë nëse jeta nuk është ajo që menduam? Çfarë nëse inteligjenca nuk duket si ajo që presim? Çfarë nëse qytetërimet e avancuara nuk ndërtojnë radioteleskop, por diçka krejtësisht tjetër që ne nuk e njohim? Kjo na çon te një realizim i frikshëm dhe i bukur njëkohësisht, që mund të jemi të rrethuar nga inteligjenca dhe të mos e dim. Që universi mund të jetë plot me forma vetdije që janë aq të ndryshme nga tonat sa nuk i njohim si të tilla. Imagjinoni një baktere në zorët tuaja. A e di ajo se ekziston brenda një organizmi më të madh? A e kupton ajo se çdo qeliz rreth saj është pjesë e një sistemi që mendon, që ndjek, që krijon? Sigurisht që jo, sepse shkalla e organizimit është aq e ndryshme sa bakteria nuk ka as konceptin e asaj që është. Dhe tani imagjinoni se ne jemi bakteria, që jetojmë brenda një organizmi aq të madh, aq kompleks, aq të ndryshëm nga çdo gjë që njohim, sa nuk kemi as konceptin e tij. Që çdo il që shohim, çdo galaktik që studiojmë, çdo strukturë kozmike që zbulojmë, është vetëm një qeliz në një trup që ne nuk mund ta perceptojmë. Kjo nuk është shkenjë fantazi. Është një mundësi e vërtet që disa fizikanë po fillojnë ta eksplorojnë. Sepse sa më shumë mësojmë për universin, aq më shumë zbulojmë se ai sillet si një sistem i gjallë, që rritet, që evoluon, që krijon kompleksitet gjithnjë më të madh. Galaktikat formohen në modele që duken si rrjete neurale. Materia e errët dhe energjia e errët sjellin si forca që mbajnë gjithçka së bashku, si një lloj membrane qelizore kozmike. Informacioni rrjedh nëpër univers në mënyra që ngjajnë me sinjalet nervore. A është universi i gjallë? A është i vetëdijshëm? Këto janë pyetje që shkenca ende nuk mund t'i prek plotësisht. Por ato janë pyetje që ALH 84001 na detyron t'i bëjmë. Sepse nëse jeta mund të udhtojë nëpër hapësirë, nëse mund të ekzistojë në forma që nuk i njohim, nëse mund të jetë pjesë e një procesi shumë më të madh, atëherë çdo supozim që kemi bërë për natyrën e realitetit mund të jetë i gabuar. Dhe kjo na lë me një zgjedhje. Mund të mbëllemi në atë që tashmë dim, mund të insistojmë se jeta duhet të duket si jeta toksore, se inteligjenca duhet të duket si inteligjenca njerëzore, se realiteti duhet të përputet me perceptimet tona. Ose mund të hapemi. Mund të pranojmë se universi është më i çuditshëm se sa mund të imagjinojmë. Mund të pranojmë se ka gjëra që nuk i dim, që nuk mund t'i dim, që ndoshta nuk janë të njohshme me mjetet që kemi. Dhe këtu vjen pjesa më e rëndësishme. Sepse kjo nuk është vetëm për shkencën, është për mënyrën se si jetojmë, për mënyrën se si trajtojmë njëri tjetrin, për mënyrën se si shikojmë botën. Sepse nëse jemi të lidhur me çdo gjë në univers, nëse çdo atom në trupin ton erdhi nga yjet, nëse çdo molekulë që na bën ne mund të ketë udhëtuar nëpër hapësirë, atëherë dallimi midis meje dhe teje, midis nesh dhe tyre, midis njerëzores dhe natyrës, bëhet artificial. Jemi të gjithë pjesë të njëjtit procesi, të njëjtit udhëtimi, të njëjtës historie që fillon në Big Bang dhe vazhdon nëpër miliarda vjet deri në këtë moment. Këtu, tani, ku ju po dëgjoni këto fjalë. Dhe kjo na jep një përgjegjësi, jo vetëm ndaj njëri tjetrit, por ndaj jetës në përgjithësi, ndaj çdo forme ekzistance që mund të jetë, kudo, në çdo kohë. Sepse nëse jemi vërtet të vetmit, nëse në gjithë këtë univers të pafund ne jemi qytetërimi i parë që ka arritur këtë pikë, atëherë çdo vendim që marrim ka peshë kozmike. Çdo veprim që ndërmarrim mund të përcaktojë fatin e jetës në univers.
Por edhe nëse nuk jemi të vetmit, edhe nëse jeta është kudo, përgjithësia mbetet. Sepse çdo formë jete është e çmuar. Çdo shprehje e kompleksitetit është një mrekulli. Çdo moment i vetdijes është një dritare nëpër të cilën universi shikon veten. Dhe kjo na çon te pyetja që vërtet ka rëndësi. Jo nëse strukturat në ALH 81001 janë fosile, por çfarë do të bëjmë me atë që tashmë dim? Se jeta është e brisht, se ekzistenca është e përkohshme, se çdo moment që kemi është i rrallë dhe i çmuar. Toka ka ekzistuar për 4 miliardë 600 milion vjet. Jeta ka ekzistuar për 3 miliardë 800 milion vjet. Njerëzit modern kanë ekzistuar për vetëm 300.000 vjet. Qytetërimi ka ekzistuar për vetëm 10.000 vjet. Shkenca moderne ka ekzistuar për vetëm 400 vjet. Në shkallën e kohës kozmike, ne sapo kemi arritur. Jemi foshnja që sapo ka hapur syt. Dhe çfarë shohim na mahnit. Shohim një univers që është shumë më i madh se sa imagjinuam, shumë më i vjetër, shumë më kompleks, shumë më i bukur. Shohim se jemi të bërë nga yjet, se çdo atom karboni në trupin ton u krijua në zemrën e një illi që shpërtheu para se dielli të lindë. Se çdo atom oksigjen që thitim u formua në një supernova që ndriçoi qiellin para miliarda vitesh. Shohim se jemi të lidhur me gjithçka, se çdo frymëmarrje që marrim përmban atome që dikur ishin pjesë e dinosaurëve, e pembe të lashta, e okeaneve primare. Se çdo mendim që kemi përdor energji që erdhi nga dielli, që erdhi nga fuzionimi i hidrogenit, që erdhi nga Big Bang. Shohim se jemi pjesë e një historie që është aq e madhe sa mendja nuk mund ta përfshi plotësisht. Një histori që fillon me një pikë të pafundme të dendur dhe të ngjehtë, që shpërthen në hapësirë dhe kohë, që krijon materie dhe energji, që formon yje dhe galaktika, që prodhon planet dhe hëna, që krijon kushte për jetë, që evoluon në kompleksitet gjithnjë më të madh, derisa arrin në pikën ku universi mund të shikojë veten nëpër sytë tanë. Dhe kjo është mrekullia e vërtetë. Jo se mund të kemi gjetur jetë në Mars, por se jemi këtu tani në gjendje ta bëjmë këtë pyetje. Sepse çdo gjë që duhej të shkonte mirë për të arritur në këtë moment është aq e pafundme sa është pothuajse e pabesueshme. Nëse Big Bang kishte qenë pak më i shpejt, materia nuk do të kishte formuar yje. Nëse kishte qenë pak më i ngadalt, gjithçka do të ishte shembur përsëri. Nëse forcat themelore të natyrës kishin qenë pak të ndryshme, atomet nuk do të kishin formuar molekula. Nëse dielli kishte qenë pak më i madh, do të kishte djegur shumë shpejt. Nëse toka kishte qenë pak më afër ose më larg, uji nuk do të kishte qenë i lëngshëm. Nëse hëna nuk kishte ekzistuar, klima do të kishte qenë kaotike. Nëse asteroidi që vrau dinosaurët nuk kishte rënë, mamiferet nuk do të kishin dominuar. Nëse gjenet tona kishin qenë pak të ndryshme, ne nuk do të kishim zhvilluar gjuhë, art, shkencë. Çdo hap në këtë zinxhir është i pafundëm i pafat. Dhe megjithatë, ja ku jemi. Kundër çdo mundësie, kundër çdo probabiliteti, kundër çdo logjike. Dhe kjo na lë me një pyetje përfundimtare, një pyetje që shkenca nuk mund ta përgjigjet, një pyetje që secili prej nesh duhet ta përgjigjet vetë. Çfarë do të bëjmë me këtë dhuratë? Me këtë moment të pafundëm, të rrallë, ku jemi të gjallë, të vetëdijshëm, në gjendje të mrekullohemi? A do ta shpenzojmë duke luftuar njëri tjetrin për burime që janë të pafundme në univers? A do ta shpenzojmë duke shkatëruar planetin e vetëm që e dim se mund të mbajë jetë? A do ta shpenzojmë duke mbyllur sytë ndaj mrekullisë që na rrethon? Ose a do ta shpenzojmë duke eksploruar, duke mësuar, duke krijuar, duke mbrojtur, duke përhap jetën dhe vetëdijen në vende ku ende nuk ekziston? Kjo është zgjedhja që ALH 84001 na vë përpara. Jo si një meteorit, por si një pasqyrë. Një pasqyrë ku shohim veten siç jemi vërtet. Jo qendra e universit, por pjesë e tij. Jo krijues të realitetit, por krijime të tij. Jo zotër të jetës, por shprehje të saj. Dhe në atë pasqyrë shohim diçka të bukur dhe të frikshme njëkohësisht. Shohim se jemi të vegjël,
Aq të vegjël sa në shkallën kozmike jemi pothuajse të padukshëm. Por shohim gjithashtu se jemi të mëdhenj. Aq të mëdhenj sa jemi mënyra se si universi e njeh veten. Shohim se jemi të përkohshëm, se çdo gjë që jemi, çdo gjë që kemi, çdo gjë që do të bëjmë, do të zhduket një ditë. Dielli do të bëhet gjigant i kuq dhe do të gëlltis tokën. Galaktika jon do të përplaset me Andromedën. Yjet do të shuhen një nga një. Vrimat të zeza do të avullojnë. Dhe në fund, në një të ardhme aq të largët sa mendja nuk mund ta përfshi, universi do të jetë i ftohtë, i errët, i vdekur. Por shohim gjithashtu se jemi të përjetshëm, sepse çdo veprim që bëjmë lë gjurmë. Çdo mendim që kemi ndryshon strukturën e trurit ton. Çdo fjalë që themi ndikon dikë tjetër. Çdo zgjedhje që marrim krijon një të ardhme të re. Dhe në këtë kuptim, ne jemi krijues. Jo të universit, por të kuptimit. Sepse universi nuk ka kuptim në vetvete. Është vetëm materie dhe energji që ndjekin ligje, por ne i japim kuptim, ne krijojmë histori, ne gjejmë bukuri, ne ndërtojmë lidhje. Dhe kjo është arsyeja pse ALH 844001 ka rëndësi. Jo sepse na tregon se ka pasur jetë në Mars, por sepse na tregon se jeta ka kuptim, se ekzistenca ka vlerë, se çdo moment që kemi është një mundësi për të krijuar diçka të re. 30 vjet heshtje, 30 vjet studimi, 30 vjet pritjeje. Dhe në të gjitha të kohë, meteoriti ka qëndruar në Houston duke mbajtur sekretet e tij, duke pritur momentin kur do të jemi gati për përgjigjen. Por ndoshta momenti nuk është për të marrë përgjigjen. Ndoshta momenti është për të kuptuar se pyetja vetë është përgjigja. Se vetë fakti që po e bëjmë këtë pyetje, që po kërkojmë, që po mrekullohemi, është ajo që na bën njerëz. Sepse në fund, çfarë dalimi bën nëse strukturat janë fosile apo jo? Çfarë dalimi bën nëse jeta erdhi nga Marsi apo filloi në Tokë? Çfarë dalimi bën nëse jemi të vetmit apo jemi të rrethuar nga jetë? Ajo që ka rëndësi është se jemi këtu, tani, në këtë moment të pafundëm të rrallë, në këtë planet të vogël blu që rrotullohet rreth një ili të zakonshëm në skaj në një galaktike të zakonshme, në një univers që mund të jetë një nga shumë. Ajo që ka rëndësi është se mund të mendojmë, mund të ndjejmë, mund të krijojmë, mund të dashurohemi, mund të mrekullohemi. Ajo që ka rëndësi është se çdo frymëmarrje që marrim është një mrekulli. Çdo rrahje e zemrës është një triumf kundër entropise. Çdo mendim që kemi është një dritare në një univers që përndryshe do të ishte i errët. Dhe kjo është mesazhi përfundimtar i ALH 844001. Jo se jemi marsian, jo se jemi kozmik, por se jemi të gjallë. Dhe kjo është gjëja më e mahnitshme që mund të ndodhë në një univers që prirët drejt kaosit. Sepse jeta është kundërshtim. Është organizim kundër dezorganizimit. Është kompleksitet kundër thjeshtësisë. Është kuptim kundër absurdit. Dhe ne, çdo njeri prej nesh, jemi pjesë e atij kundërshtimi. Jemi mënyra se si universi lufton kundër vdekjes së tij të pashmangshme. Jemi mënyra se si materia e verbër bëhet e vetëdijshme. Jemi mënyra se si koha krijon kuptim. Kështu që kur shikoni qiellin natën, kur shihni yjet që shkëlqejnë në errësirë, kujtoni se çdo foton që godet syrin tuaj ka udhëtuar për vite, për dekada, për shekuj, për të arritur te ju. Kujtoni se çdo yll që shihni mund të ketë planet, çdo planet mund të ketë kushte, çdo kusht mund të krijojë jetë. Dhe kur shikoni tokën nën këmbët tuaja, kur shihni shkëmbinjt që formojnë malet, kujtoni se disa prej tyre mund të kenë ardhur nga hapësira. Kujtoni se mund të mbajnë histori që ne sapo po fillojmë t'i lexojmë. Kujtoni se çdo copë guri mund të jetë një dritare në një të shkuar që është më e çuditshme se çdo fantazi. Dhe kur shikoni pasqyrën, kur shihni fytyrën tuaj, kujtoni se çdo qeliz në trupin tuaj është pasardhëse e qelizave që kanë mbijetuar për miliarda vjet. Kujtoni se çdo molekul ADN-je që ju bën, ju mban informacion që është më i vjetër se malet, më i vjetër se oqeanet, më i vjetër se vetë toka. Kujtoni se jeni një mrekulli. Jo metaforikisht, fjalë për fjalë, jeni një organizim i materjes aq kompleks sa mund të mendoni për veten.
aq i sofistikuar sa mund të krijoni art, muzik, shkencë, aq i mahniqëm sa mund të dashuroni, të ndërroni, të shpresoni. Dhe kjo është arsyeja pse NASA hesht, jo sepse nuk ka gjetur asgjë, por sepse ka gjetur shumë. Ka gjetur se pyetja është më e madhe se sa mendoj, se përgjigja është më komplekse se sa imagjinoj, se udhtimi është më i gjatë se sa planifikoj. Por kjo është mënyra se si duhet të jetë. Sepse nëse përgjigja do të ishte e thjeshtë, nëse do të ishte e qartë, nëse do të ishte e lehtë, atëherë nuk do të ishte e denjë për pyetjen. Dhe pyetja është kjo. A jemi vetëm? A ka pasur jetë në Mars? A erdhi jeta nga yjet? A jemi pjesë e një rjeti kozmik që shtrihet përtej çdo gjëje që mund të shohim? 30 vjet pas deklaratës së Clintonit ende nuk e dim, dhe ndoshta nuk do ta dim kurrë me siguri absolute, sepse disa pyetje janë aq të mëdha sa përgjigja e plotit e i kalon mjetet që kemi. Por kjo nuk do të thotë se duhet të ndalojmë së kërkuari. Kjo nuk do të thotë se duhet të heqim dorë. Kjo nuk do të thotë se pyetja nuk ka vlerë. Sepse vlera e pyetjes nuk qëndron në përgjigje, qëndron në udhtim. Në atë që mësojmë përgjatë rrugës, në mënyrën se si na ndryshon, në kuptimin që krijojmë, dhe ndërsa qëndrojmë këtu, në këtë moment midis asaj që dim dhe asaj që nuk dim, midis shkencës dhe filozofisë, midis fakteve dhe mrekullisë, një gjë bëhet e qartë. Ne nuk jemi vetëm kërkues të